për disa prej cilave kanë marrë më shumë vëmendjen e shikuesve, bëhet fjalë për një takim mes një ish banori, fakt ish fituesit të Big Brother VIP Kosova, edicionit të kaluar, i cili është parë diku në Tiranë, saktësisht nuk e di sakt vendin, bashkë me një ish konkurrente të Big Brother VIP Albania, atje në Shqipëri, me Semi Jupaj. Po përflitet për një lidhje të mundshme, janë parë në momente intime, çka qëndron, ku qëndron e vërteta? Sigurisht kjo fundjavë, si që te ka qënë fundjavë e cila ka prodhuar lajme, Lumbardi dhe Semi kryesisht po sundojnë dhe janë në krye të lajmeve, mund t'jetë një njojë e cila ka nisur në fazët e para, për të gjithë e dim impaktin e me njëhershëm që kanë rrjetet sociale për edhe portalet, ku me njëherë dolo me tituj të mdhejnë, ndoshta ata të dy mund t'jenë në një njojë e cila sa për kanë nisur, pasi nuk është se kemi pasur më parë detaja apo informacione se mund t'kenë pasur njojë, por kjo është edhe bota e fast fooding, e shpejt e medjave që gjë janë parë në Shqipëri? Marrin dhe të regojnë. Janë parë në Shqipëri? Janë parë në Shqipëri, mund t'jetë një marrëdhënie e cila mund t'jetë në ujëra të qetë, por Lumbardin e kemi parë dhe kohët e fundit të angazhuar, a ishte pjesë e një, le të themi, pjesë për të bërë pjesë e politikës, por që nuk fitoi, por me sa duket ka gjetur diçka të bukur, siç është Semi, dhe mund të jetë një çift që ndoshta në të ardhmen mund të ndajnë më shumë nga publiku nëse do të kenë atë klikun apo do të kenë diçka reale midis tyre. Po, ndërkohë ka pasur ndonjë reagim nga Kaderi mbi këtë lidhje të mundshme të tyre, pasi që e dim se kanë qenë në lidhje? Jo, Kaderi reagon vetëm për gjestin, nuk ka pasur një reagim për Lumbardin, ajo është fokusuar në punën e saj, është një marrëdhënie e cila ka marrë fund dhe nuk ka pse duhet të reagojë, se këto reagimet kështu për kush lidh me këmbë bëhen paksa të bajatshme dhe lodhet audienca dhe nuk është se ka një lloj impakti. E qartë. Po kur po flasim për çifte të cilat po supozojmë se po bashkohen, në anën tjetër po komentohet për çiftet e tjera të showbizit, të cilat po kalojnë nëpërmjet një krize. Çka mund të na thuash për këtë? Pa diskutim, ajo që ka mbisëduruar në këto lajme ka qenë Fifi dhe partneri i saj Adisi. Sigurisht që Fifi vjen nga një kohë edhe nga një etapë e cila e gjen atë shumë të ngjeshur dhe me shumë produkte muzikore, le të themi edhe ajo situata me Eglin, por së fundmi po qarkullojnë në portale që mund të ketë pasur një lloj krize, por burimet e afërta të çiftit shprehen që ata janë të dy mirë, janë të fokusuar në punë. Fifin e kemi parë të pandashme, pothuajse çdo javë sjell materiale të reja muzikore, dhe Adisi, i cili është dhe menaxheri i saj, është një mbështetës edhe një përkrahës. Sigurisht që janë lajme që tërheqin vëmendjen ku kemi të bëjmë me emra të mëdhenj të muzikës, siç është Fifi. Po për Gjessin, çka mund të na thuash kur po flasim për lidhjet? Gjesi u deklaruat se jam i martuar në një koncert të tij, nëse jem i saktë. Po, pa diskutim, Gjesi ka këto ngacmime, i cili vjen nga një moment ku tha se nuk kishte më audiencë apo jo, por tregoi krejt të kundërtën në një klub që ishte në fundjavë të shtunën në Gjermani, duke bërë dhe këto ngucjet e tija, provokimet e lezetshme që i shkojnë sigurisht stilit të Gjesit. Edhe ishte referuar lidhjes me Eglin. Ishte një vajzë me sa kam parun që i dhuroi një unaz dhe ai duke bërë hajgare apo dhe duke ngucur, duke thënë që jam i martuar. Vijojnë ende ta mbajnë, siç e them unë, në tym të gjithë situatën midis tyre, pra Egli dhe Gjesti, por që nuk japin indicia apo që t'japin sinjale që janë apo nuk janë bashkë, po e mbajnë ende në tym të gjithë këtë gjë që përflitet edhe përkthehet në të mirë të tyre, pasi interesi është ende i jashtëzakonshëm dhe të dy grupet e fansave, le të themi, janë aty duke parë çdo gjë me lupë. E qartë, Redion, teksa po flasim,